Përshëndetje miqtë e emisionit Glamur, një transmetim ky i radhës në kuadër të ditës së diel, sigurisht ora 20 është servuar për diskutime të ndryshme të cilët kanë të bëjnë me kulturën. Sot ndalemi për të sjellë një emër të madh të artit shqiptar, aktoren Iqbal Eqena. Me një karrierë që nisi herët, Iqbal Eqena interpreton me pasion, me forcë, me ndjeshmëri, çdo rol i saj është një jetë më vete. Një histori sigurisht që ajo ja jep publikut me përkushtim të rrallë. Iqbal Eqena ka interpretuar në 10 shfaqje teatrale dhe ka qenë pjesë e filmave dhe serialeve që sot janë shumë të rëndësishme edhe për gjithë brezat të cilët dikur e duar trokitën. Me zërin e saj karakteristik, me praninë që impononte respekt, ajo fitoi zemrat e publikut dhe respektin e kolegave. Për emisionin ton, ka ndarë rrëfime interesante nga jeta dhe karriera. Ua prezentojmë në minutat në vijim. Eqena, lindur në Pej të vitit 1951, shkollimin fillor dhe të mesëm e përfundoi në Pej. Shkollën e lartë Dega e Ktrimit në klasën e profesorit Popiç e përfundoi më vitin 1970. Në vitin 1972 u punësua në teatrin krahinor të Prishtinës. Nga viti 72 deri në vitin 1976 e punësuar në teatrin e qytetit të Prizrenit, kurse nga viti 1980-2015 e punësuar në Teatrin Kombëtar të Kosovës në Prishtinë. Ka realizuar mbi 60 role në teatr, film, televizion e radio. Bashkëpunëtore e disa teatrove të Kosovës, si ai Pejës, Ferizajt, Teatrit Oda, skenën e pavarur kamertale Kabaret Prishtina e tjerë. Gjatë eksilit në Maqedoni, filloi bashkëpunimin me organizatën jo qeveritare Motra Qiriazi, si dhe antare e organizatës jo qeveritare Pranë Fëmijëve, ku ka zhvilluar ora ktrimi me fëmijët e traumatizuar dhe të marginalizuar. Ndër rolet më të spëkatura vlen të përmendet Amalia në regji të Muharrem Qenës, Laura te babai, Dukesha te Rikardi III, 14 vjeç dhëndër në rolin e Tanës, Pinokjo dhe Llamba e Alajdinit. Bashkëpunëtore e rregullt në televizionet lokale, në seriale televizive, TV-dramën e parë televizive Miu në xhep të Hivzi Sulejmanit, Vjeshtë e Zym të profesor Nexhatit, Kësurkuqja, 36 shkronja, Qyteti Palum, Kombinati. U paraqit dhe në shumë drama televizive dhe videoprojekte. Jeta e një toke, Hakmarja, Zogjtë e luftës. Luajti edhe në filma të metrazhit të shkurtë dhe të gjatë, Kur shpirti ndron jetë, Anatema, Ma jep dorën, Vetëm një rrugë, Kukumi, Kodi i jetës. Për punën dhe suksesin e saj flasin dhe shumë shpërblime me të cilët u shpërblye mirënjohje të ndara për punë, falëndërime për pjesëmarrje, ndër të cilët vlen të përmendet çmimi për kreacion artistik, Festivali i Teatrove në Gjilan të vitit 2000, çmimi i parë Hynesha në Fron në regjit Adem Nikulovcit, medalje presidenciale e meritave, ku Iqbal Eqena vazhdon të jetë aktive në profesionin e saj me angazhime të shumta.
kjo atmosferë më kthen në vitin 1967, kur unë, si vajzë e re, vi për herë të parë në Prishtinë dhe në teatrin e Prishtinës. Dhe pikërisht ajo ditë e parë e zbarkimit tim me bagazh para teatrit, pastaj në foajon e teatrit dhe takimin me ish drejtorin, tani të ndjerë, me Azem Shkrelin, i cili në fakt është edhe themelus i shkollës së lartë, studios së dramës e pastaj të shkollës së lartë të aktrimit, dega aktrimit. Në klasë, unë isha ma e reja. Isha vetëm 16 vjeçare, fëmijë ende. Shokët edhe kolegja Safetja ishte pak ma me në mosh, edhe mu më morën si një lodër në fakt, si një fëmijë, që ashtu dhe unë isha, po me shumë sinceritet, me shumë dashamirësi, e kemi ndihmu shumë njëri tjetrin, edhe ishim bursista, dhe kemi nda edhe dhomen e kemi nda të bashku, e kemi nda edhe ushqimin, kemi hangër për një pjate, 3-4 vetë, lojen e kemi bës bashku, edhe mas ligjeratave, edhe në kinema, edhe shfaqje tjera të përbashkëta, gjithdo punë kemi qenë së bashku. Të them, jemi gjenerat me fat, që kem pas profesora shumë të përzgjedhur, të një nivelit më të lartë. E bukura e krejt ishte që kishim Anton Qetën, kishim Gani Lubotenin, kishim shumë profesor nga Akademia e Beogradit edhe Novi Sadit që vishin si mysafir. Është e bukura që ne kemi qenë klasa e parë që faktikisht kemi jetu në teatr, ligjëratat kemi majtë në teatr, e kemi pas shumë të afërt edhe skenën, edhe bifeun e teatrit, edhe qendra e Prishtinës ishte pikrisht të teatri, kem pas frekventim të gjithë strukturës intelektuale, që ka dhënë shumë edhe ndikim ka pas shumë edhe të gjithë ne, si gjenerate 68-ës, kur është në ngjallja kombëtare e përgjithshme, sidomos në Kosovë, kem qenë të prirur faktikisht nga dëshira, nga etja për liri, për gjuhën tonë, për kombin, kemi qenë pothuajse tër grupi të angazhuar, edhe në demonstrata, edhe në protesta, mos flas edhe për kolegë tjerë, por si grup kemi qenë, më kujtohet fort mirë 68-ën, kur ka qenë i burgosur njëri prej djemve të aktorëve tonë, djali Ragip Logjës, sa i kishin lëshu nga burgu, edhe ne krejt klasa, në mesin e tyre. Safetja na printe, se Safetja ishte pak ma aktive dhe ma e pjekne, na i shkushim atë për si fëmijë. Diçka po ndodh, diçka po ngjallë, diçka po me Selimin kur kemi shku në banesë të Ragipit me taku djalin e Ragipit. Do të prej aty janë ato burimet faktikisht të rrjedhjet e para të patriotizmit. Sidomos kur je i ndrydhun, ke nevojë për një liri, ke nevojë për diçka, e din që diçka po të mungon në frymim, atë lufton për atë. Si 68-ën për herë të parë po e zan flamuri kur është vu në Kosovë, në shtëpia tona, unë e maj mend sa lufta ka qenë për një flamur, kur një familjari joni ka pas dashme, në është dasht me shku më shefur, azi me më shef flamurin në për dasmor, për me vu flamurin në një shtëpi, ku e kemi marrë nusën, edhe pastaj fshehur azi me pru flamurin me vu në shtëpi ku është dhëndri. Kur krejt milicia e atërshme, në çdo cept ka përndjek faktikisht, edhe me faktin që unë një muaj e gjysmë në ndërkohë
isha vetëm 16 vjeçare, vitin e 2 të shkollës mesme. Është dash një delegacion i tërë me ardhë, me lutë babajnë dhe familjarët e mi për me më rëshu. Se unë isha antare e teatrit amator në Pej, edhe kishin rekomandu regjisorët edhe kolegët e teatrit të, po nuk e disha çka është teatri profesional. Është dash me ardhë një delegacion i tërë, me drejtor, me sekretar, me të ndjerin Ragi Plogjon, kishim ne aktor të Pejës, që është dash me bisedu me babën, me dash me bisedu me agjallar, nëse familje madhe, edhe për me bindë babën, me më lëshu, me ardhë në Prishtinë, si ishte gjenerata e parë, themelimi i shkollës lartë. Fatmirësisht ne kam pas vllaun që më ka përkrah shumë, edhe pikërisht ndjeri Ragi Plogja ka qenë shok i afërt me babën, e bindë babën tim për me më lëshu, me më thonë leje për me u regjistru. Se nuk kisha njerëz kur kënë se kisha në Prishtinë. Unë e kam pas një rrugë më të lehtë të pranimit në akademi, në shkollë, se e kisha një përvojë të vogël artistike në teatrin e Pejës, pastaj edhe ishte mungesë e femrave. Me vetë faktin provimit pranus kur e kam dhënë, më është dash me dhanë spari provime plotësuese për shkollën e mesme, pastaj më është dhanë mundësia me dhanë provimin pranus. Kanë qenë disa rregulla shumë strikte, pa marrë parasysh që ishte nevoja për përtrirjen e ansamblit të teatrit krajinor atëherë. Teatri krajinor ka pas një trup të jashtëzakonshme të cilët na i kanë trasu në fakt neve rrugën, e kem gjetë një rrugë të trasume të aktrimit. Edhe neve vetëm është dasht me vazhdu atë makadam të trasimit të rrugës me shtru nga dal, të them në asfalt. Kështu që aktorët tash i kanë rrugën e trasume, e kanë shumë ma lehtë, edhe me performu, edhe me lujt, edhe janë rrethana shumë të favorshme në krahasim me paraardhësit e gjeneratës paranesh edhe me ne. Ne është dashtë shumë mund, është dashtë shumë me u pregadit, ka qenë përzgjedhja bukur e madhe, sidomos te mashkuj, se ke pas formate të ndryshme. Edhe ka qenë ma e vështirë për me përmbush pikërisht ansamblin e teatrit me figura, me aktor të ri të cilë i nevojiten ati ansambli. Kështu që ma mërmendja sidomos nga Maqedonia, nga Malizi, kam pas pak ma vështirë edhe përputhjen me kërkesa edhe me rrethanat të Kosovës. Pikërisht kemi udhëtu, po, kanë qenë kohra që dhash në gjitha qytete, faktikisht turne kem pas, në përfshatra ma tepër, në qytete, po kryesisht në përfshatra, se misioni i teatrit edhe është faktikisht në ngritja dhe zgjimi i kulturës, aty ku nuk më rrinte gazeta, apo ku nuk më rrinte radioja. Televizori ishte ende, me mbulesë. Po them, gjatë gjithë rrugtimit, rini, me nëse pritshim u kry shfaqja, me dalme, me hulumtu ku jemi, s'ka jemi. Në një rast të mpej, kur kem qenë, unë kom pas një liri në familje që kom ujtë me qua dhe shokët dhe shoqet, kështu që më kujtohet kemi shku edhe te familja ime, normal me shumë simpati me na kam prit, po në çdo qytet, në çdo asi, kemi hulumtu. Edhe jemi knaq me pak, ne jemi artista, knaqe me duar trokitje, lene mo me diçka tjetër. Si studenta ishim bursista, ndajshim ushqimin, ndajshim bashkë. Unë si femën, kurse isha pak ma tepër, djemë të jarë gjëshin besa,
unë them me aktin e lindjes në takon e drejta. Ndoshta e kom pas fatin që në familje gjithmonë kam pas një përkrahje dhe si vajzë. Megjithëse që unë kam luftu për të drejtat e mia me djem. Kam vrapu, gjithmonë kam vrapu e para, kam dalë, më thoshte djali Haxhis, ti je ma e vogël, nuk bën para meje. Po unë jam ma e shpejt. Do të thotë, e kam pas një ego të tillë që mu më takon e drejta. Bile ashtu kom mendusur. E kom pas ashtu mendimin në familje. Në atë kohë, sidomos ku ka shumë vajza, e ku ka varfëri, që duhet një kulaç me unda, po zakonisht ju ka nda kulaçi pak më i madh djalit, se është dash me pas forcë. Vajza ka qenë gjithmonë ma e tërhjekun, ose si motër, edhe nëse ke marrë kulaçin e njëjtë, e ke ndaja, ke dhënë edhe vllaut. Është ajo ndjesia e motrës ndaj vllaut. Ka qenë shumë vështirë, sidomos me luftu për me shkollu vajzat. Arti e ka një fat faktikisht që do të përzgjedhësh. Apo do në karrierë, apo do në familje, apo do në edhe karrierë dhe familje. Unë sot edhe kësaj dite në këtë mosh, edhe kur reci, vrapoj, më thonë, nga da që ka po, më ka mbet, sidomos kur janë dy të angazhuar, që është dash me mri një edukim në familje, fëmijë, edhe sakrificë shumë e madhe, për me mbijetu, se ishte faktikisht mbijetesë. Gjëna që aktorët kur nuk jënë pagua që sa e kanë meritu. Po, kur dishim në skenë ato duar trokitje apo qatë shfaqës, kur mërshim duar trokitje, harron të në gjdo pages, harron në gjdo gjë, e ke të mban ajo duar trokitje, të mban skenat, në ngrit nalë, ke ndjenjen që ke arrit yjet, edhe jeton me atë andër, që është bëma në fund realitet. Arti ka evolu shumë nga fillimet tona. Në kohën tonë, aktor ke pas në gishte, por është dash me punu shumë ma tepër, edhe me qenë shumë ma kreativ se tash. Është dash me qenë vetvetje. Nuk e pas internet, nuk e pas informata përveç në libra. Dhe në të çdo informat, është dash me lexuar, ripërpunu, për me arrit thelbin. Filmi, po ashtu teknika e ka bat vetën. Puna në film ka qenë pak ma strikte, se edhe materialin e ke pas të kufizun, dhe në të është dash me mësu, 2-3 këthime edhe ma u kry, po ashtu edhe televizioni. Kur ka fillu televizioni Prishtinës, na ka ndodhë gjatë gjirimeve, ka kris një po që është dash me prit në Shkupës e në Beograd, me shku me marë, apo është hargju kaseta, është dash me prit ndoshta edhe 24 orë, për me vazhdu aty ku ke mbet. Tash teknika e ka bat vetën, e kanë shumë marrë letë. Kthehen, e shef punën, gjatë punës, e shef dhe vetën, i bën korrigjimet, kështu që ka qenë ma autentike, ma shpirtnore, për para. Tash e bukura e krejtë kësaj kemi vërtet aktore të mrekullueshëm. Na mungon kritika e teatrit, na mungon, kemi edhe regjisor, kem nevojë ala për regjisor edhe më të mirë, na mungon shumë dramaturgjia. Përkundër që kemi shumë tema, dramaturgët nuk thellohen shumë në një historie, në një ngjarje, por shka përderdhën. Në të t'i prekin shumë tema si përfaqësore.
Aty, për mendimin tim, aty në mungon, dramaturgjia në mungon shumë, edhe kritika e teatrit në mungon shumë. Po them, përpara ka qenë kreativiteti, originaliteti i regjisorit, i aktorit, i gjithve në maksimum. Interneti e ka bërë vetën, po marrin copza shkputje për një shfaqje për tjetrën, po bëjnë një harnim. Sa është i suksesshëm, ndonjëherë ai harnimi po kalohet mirë, po përputhet, ndonjëherë po shifen ato shkputje, qarje, edhe sa është e bukur ai kohës. Mu si personalisht më mungon klasika. Kam dëshirë me pa një shfaqje, që ka thonë njeni, prej taksistave, kur e kam pyet, çdo herë kishte një prej aktorëve dhe çdo herë ka pas biletën të pagune për çdo shfaqje premier. Kur fillojnë eksperimentet, biletën nuk po vjen taksisti. Po e takon aktori, thot, nuk erdhen premier. Kam falë. Po një mësupre, tha, kur të hap derën, me hap me ndi atë krismën e derës. Me hap dritaren, që të dur të ndritaren dhe me shiku kështu. Tash, nuk e di prej nga po hynë, ku po dalin, ku erdhen, ka shkun, nuk po mujnë e për cjellë, po thot, këtë stilin e rritë shfaqjeve, edhe po mungon klasika. Normal, performansat mrekullueshme po bëjnë, aktor po performojnë mirë, po këndojnë mirë, me lëvizje skenike me gjithat, se ne kem pas lëvizje skenike, lande veçantë, po janë shumë të kompletum, cili maj mirë se tjetri, po kur po der prej shfaqjes, pa është mirë diçka, po nuk e diçka shikova. Ajo është që po më mungon. Fjala, porosia, mesazhi i shfaqjes, mesazhi i tekstit, që kur del të shtin me mendu. Jo me mendu çka ishte ato efektet skenike, mirë kënë, po nuk mungulit diçka në kohë. Teatrit i mungon fjala dhe mesazhi, porosia e shfaqjes, e tekstit e mesazhit. Oj han, dukun këtë natë, shoqëronë vetëmi, se të gjithë më kanë lënë, o zemra më rënkon për dashni që mos kam. Shoqëronë vetëmi, se të gjithë më kanë lënë, o zemra më rënkon për dashni që mos kam. Dukoj hanë dhe shkëlqe, vetmitare si unë je, unë ri me këngë ti me dritë, ondjenja tona i kanë grabit. Unë ri me këngë ti me dritë, ondjenja tona i kanë grabit. Oj han, oj këngë, oj not, i vetë mungun ne jam, o nata, në shtjel vetëm gjithësin, as ku nuk shkëndim. Do yll me më shoqnu, kanë lënë, më kanë bratis që më kanë dashunu.
ashtu, m'kan lanë, m'kan bratis që m'kan dashunu. Hona u shive të latë mbire, vetëm kënga mu më nje. I vetë mu me brenda të mba, shkoj në haresë si s'të gja. I vetë mu me brenda të mba, shkoj në haresë si s'të gja. Oj han, oj këng, oj not, oj nan. I vetë mu ne Miq, ka qenë kjo e gjitha që kishim seruar sot për ju, sigurisht duke ju lënë një takim të dielën e ardhshme me një diskutim tjetër të radhës në kuadër të emisionit Glamur. Ju tash më e dini sepse jemi një kohë gjatë bashkë në shoqërinë e emisionit dhe diskutimeve të cilët vinë mbi kulturën. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.